Në spitalin klinik Axhibadem Sistina në Shkup dje ishte bërë ndërhyrja e parë kirurgjike për transplantimin e zemrës së parë artificiale në Maqedoni. Pacienti 46 vjeçar nga Shtipi pas ndërhyrjes kirurgjike është në gjendje të qëndrueshme shëndetësore, ndërsa ndërhyrjen e financoi Fondi Shëndetësor. Me këtë ndërhyrje, Maqedonia u gjet në listën e 25 vendeve në botë ku kryhet kjo ndërhyrje më e rëndë dhe më e ndërlikuar në sferën e kardiokirurgjisë. Kështu duke transplantimi i zemrës së parë artificiale në Maqedoni, ndërhyrja e cila ka zgjatur 2 orë gjysmë, i dha shans të ri për jetë pacientit 46 vjeçar nga Shtipi. Zemra e tij ka funksionuar vetëm 15%, ai ka lëvizur dhe ka marrë frymë me vështirësi, kështu që në qoftë se nuk do t'i transplantonin një zemër artificiale, këtij pacienti kishin mbetur vetëm dhe disa ditë jetë, tha nga Spitali Klinik Axhibadem Sistina në Shkup. Tani, me këtë zemër artificiale, ai do të mund të jetojë edhe 6 vjet, ndërsa pas kësaj periudhe do të duhet i bëhet edhe një transplantim, megjithatë nga donator. Ndërhyrja u krye me sukses, ndërsa pacienti është në gjendje stabile, deklaroi Aleksandar Nikolić, kardiokirurgu i cili e udhëhiqte ndërhyrjen kirurgjike. Sot pacienti u çua nga krevati dhe bëri disa hapa. Rezultatet janë shumë të mira. Ne jemi shumë të lumtur që gjendja e pacientit përmirësohet shumë shpejt. Zemra mekanike është me të njëjtën madhësi si zemra natyrore dhe peshon 6 kg. Funksionon me bateri, të cilën pacienti pas daljes nga spitali do ta bartë në një çantë shpine. Në përgjithësi, në kornizat botërore janë kryer 1800 ndërhyrje të këtilla kirurgjike. Maqedonia hyri në listën e 25 vendeve të botës ku kryhet kjo ndërhyrje ndërlikuar kirurgjike, siç janë Amerika, Kanadaja, Franca, Gjermania, Turqia, Britania e Madhe, Italia dhe vende të tjera. Ndërhyrja e këtij e parë është bërë në Paris në vitin 2013, ndërsa Maqedonia është vendi i dytë në rajon pas Beogradit, ku ndërhyrjen e këtij e ka kryer kirurgu Nikolić në Institutin për Sëmundjet Kardiovaskulare.